do shkojmë? Do shkojmë të marrim një kafe shumë të mirë te Hani Bakery 2. Është kafe shqiptare, siç e duam ne. Siç e duam ne, siç jemi ne shumë të lidhur me kafet. Ava që kam pasur në podcast, Hani Bakery ka hapur pikën e dytë dhe do shkojmë ta vizitojmë edhe do shkojmë të marrim atë kafen e mirë që bën ajo. Do të diskutojmë me gjëra të tjera, besoj. Po, do ta zhvillojmë atje. Let's go. Let's go. On ice, crank the AC to 79 and make a little island right here. Siç të premtova rrugës, thollat e Hani Bakery, marrim atë kafen e mirë që folëm Do më të ofres ta provoj. Po, mua po ma bëjnë me sy ato byreket e mira aty që sapo kanë dalë nga furra, ndërkohë ti je e lirë të zgjedhës mes shumëllëshmërisë, po, ka një shumëllëshmëri. Baklavaja. Tani baklava, 3 leçe, kadai. Qa do më? Tiramisu. Torta me peta. Tani rashun. Ndërkohë, unë do marrë një freddo cappuccino. Unë dua të ekspresi shqiptar. Okej. Lona, si të du kafja? Fantastike. Më ktheu në Shqipëri. Ashtu më ktheu, po. Jo, e vërtet shumë. Edhe unë një nga arsyet që vi marr kafen këtu është sepse më kthen atje te rrënjët tona. Arsyeja tjetër pse ne jemi sot këtu është sepse duke marrë parasysh gjithë këtë vrullshmërinë dhe lëvizjet e Londrës që janë distancat shumë të largëta, shpeshherë rruga më ndalon këtu. Më ndalon këtu për takimet me klientët që un kam edhe për të pushuar pak për të vajtur te takimi tjetër. Duket shumë bukur dhe shumë nice. Mendoj që ke relaksën e duhur për të komunikuar dhe për të punuar me kaq shumë gjëra sa bën ti. E vërtet. Dhe në fakt ne të njohim dhe perceptimi është që suksesi yt sot je ti, po ti kishe një karrierë, vjen nga një karrierë e gjatë në Shqipëri në marketing. Po. Dhe si ka qenë ky tranzicion për ty? Nuk ka qenë i lehtë, nga ana profesionale unë kisha konfidencën e punës, po për mua nuk ka qenë i lehtë, sepse vjen në një vend tjetër ku ti përballesh me një të panjohur, në një vend ku eksperienca jote dhe çfarë ti ke kaluar nuk njihet. E njoh shumë mirë këtë ndjesi. Po. Që duhet të krijosh besimin tek njerëzit, sepse ti duhet t'ju vërtetosh atyre që ti je aftë ta bësh këtë punë. A të duket si një riformatim nga e para i vetes tënde? Është riformatim, ashtu siç thash, profesionalisht e ndjeja veten shumë konfidente, por hasa shumë vështirësi në intervista puna. Qoftë edhe vështirësi për të më marrë në intervistë pune. Kisha një periudhë 6 mujore që unë kërkoja punë edhe nuk ja dola do të intervistohesha. Pastaj unë jam tipi personit që provoj gjëra, punoj shumë dhe nuk pres që të më vinë kështu nga qielli. Bëj edhe gjëra falas vetëm për eksperiencë. Bravo. Dhe kështu e kam gjetur punën. Kam bërë diçka për dikë që e ka vlerësuar dhe kam krijuar besimin dhe pastaj më kanë punësuar aty ku jam. Dhe ky është mesazh shumë i bukur që ne duhet ta nisim edhe pa patur shumë rëndësi, paga apo eksperjenca, vetëm të marrim eksperiencën që duhet. Nuk duhet e para kur je në një vend të huaj, ti duhet të përshtatesh me atë vend. Dhe ti nuk duhet të marr sepse unë në Shqipëri isha në një pozicion head of marketing. Dhe për mua të ulesha dhe të bëja këto diskutime me agjencitë e punës ishte shumë e vështirë sepse unë isha mësuar që mua njerëzit më kërkonin për të më punësuar. Ti kërkoje Fationën e Shqipërisë në Angli. Po, kjo ishte më vështirë, që unë bëra atë dealin me veten time që Fationa ti duhet t'ja nisësh nga para. Dhe ta nisësh nga zero në një vend që nuk të njihet diploma, nuk të njohin njerëzit, kush je ti, duhet të punosh shumë fort për të krijuar atë besim, është shumë e vështirë. Ama sot je menaxherja e marketingut në Britaninë e Madhe. Sot po. Ke marrë mësime deri tani? Sot jam menaxher marketingu për një kompani irlandeze. Aty ku kam filluar gati 4 vite më përpara, aty jam aktualisht. Po kam marrë mësime nga puna sepse ka komplet një stil ndryshe marketingu atje dhe ka komplet një stil ndryshe marketingu këtu. Këtu jam mësuar të punoj me projekte shumë të mëdha.
kam përmirësuar veten të strategjikisht, të mendoj strategjikisht dhe për të çuar një brand, për të krijuar një markë nga fillimi dhe për ta çuar në nivele shumë të mira me standardet e këtyre. Të më thënë, të ka dhënë një jump më shumë se head marketing në Shqipëri. Pra, jam shumë proud çfarë kam arritur këtu edhe çfarë jam shumë krenare dhe për pozicionin që jam këtu tani, sepse përveç kësaj më ka dhënë edhe një motivim puna, sepse në momentin që ti fillon një punë, ti mendon pastaj kush është next step, kush është stepi tjetër për ty që ti do të investosh në vete. Dhe një nga qëllimet e mia ishte që këto njohuritë e mia, vizionin tim, ta çoja te ato klientë që duan të krijojnë brandin e tyre, sepse kam parë shumë klientë që bëjnë një punë shumë të mirë, po strategjikisht dhe nga ana marketingut nuk janë aty ku duhet. Dhe vjen në fationa. Dhe doja që këtë vizionin tim ta çoja aty, te këto klientë. Dhe kështu pak nga pak po kuptojmë se cilat janë sobza që bëjmë biznesin tënd dhe suksesin tënd. Po. Pak nga pak erdhi dhe agjencia e marketingut, Con Marketing. Na trego pak më shumë, se jam super kurioze të di për të. Coni është për mua është një krenarit shumë e madhe, sepse ka filluar, siç thash, në atë vorbullën e ndryshimit të identitetit tim nga marketingu atje këtu dhe kam mësuar që edhe këtu mund t'ja dalë krijoj një agjenci marketingu. Kur ishte ai momenti? Bam atë momenti që the unë dua të bëj diçka që të mbaj emrin e Fationës. Momenti ka qenë që në fillim kur kam ardhur. Ka qenë që në fillim unë isha shumë e qartë që kur të vija këtu unë do hapja agjencinë time të marketingut. Sepse ky ka qenë vizioni im dhe në Shqipëri. Por, ashtu siç e thash, u gjenda përballë këtij ndryshimi që për mua më duhej patjetër që të futesha në një punë për ta provuar veten time që unë jam e aftë ta bëj këtu në Mbretërinë e Bashkuar dhe më pas isha konfidente për ta hapur agjencinë e marketingut. Domethënë, ndonjëherë manifestimi dhe dëshira nuk mjaftojnë, po na tregon që duhen shkallë për të gjitur. Po. Të provosh veten tënde. Dhe është gjithmonë ajo periudhë duhet. Unë e përmenda që këtu njerëzit nuk njohin kush je ti. Dhe më vjen edhe akoma më shumë keq që nuk më njohin mua për backgroundin që unë kam, sepse nëse unë ty do të them që unë kam punuar në një nga kompanitë më të mëdha në Shqipëri, Balfin Group, shumica e njerëzve këtu nuk e njohin. Nuk e njohin. Edhe kjo ishte ajo sfida më e madhe që unë duhet krijoja identitetin tim këtu në marketing. Pra unë kur ti qasesha klientit, ti thoja që unë jam menaxher marketingu dhe unë kam eksperiencë marketing këtu dhe po të ofroj ty këtë shërbim. Jo ti qasesha klientit që unë kam eksperiencë në Shqipëri, po ta ofroj ty këtu këtë shërbim. Janë dy gjëra krejtësisht të ndryshme. Çfarë, do ta them në anglisht, çfarë drive idenë të pasurit një biznes tënd dhe një agjenci tënde, e drive një dëshirë për mbështetje bizneset e tjera, njerëzit e tjerë, ekonomia, suksesi, se do të jesh një vajzë suksesshme, çfarë të drive? Unë gjithmonë kam pasur dëshirën për të punuar fort, për bërë gjëra me vlera dhe një nga ato gjërat që mua më drive nga brenda është kjo, kur shoh bizneset që ecin shumë mirë, por që nuk janë aty ku duhet me marketing. Unë them këtu është roli im. Këtu unë duhet të jump, duhet të futem. Unë duhet të futem, unë dua gjithë kreativitetin tim ta shpalos këtu dhe gjithë vizionin tim ta shpalos këtu. Kjo më shtyn, sidomos në komunitetin tonë, sepse shoh shumë vajza që kanë biznese shumë të mira, po nga ana e marketingut çdojnë shumë. Edhe mua në një farë mënyre pa u dukur rud, më vrasin pak syt. Fatyra do punojmë bashkë. E fitova dhe një klient. Një klient tjetër. Edhe kjo është ajo që mua realisht madje unë kam bërë shumë punë për bashkëpunëtorët e mi, për shokët e mi, kam bërë shumë punë edhe falas vetëm sepse po ta rregulloj këtë logon. Sepse nuk më pëlqen ashtu siç e ke, ose po ta rregulloj këtë website-in. Sepse kjo është, më fal, ta bësh punën me pasion. Po. Edhe kur e shikoj që pasioni yt merr jetë, edhe bie në ato sytë të si ke shumë të bukur, i përshtatet syve të tu, atëherë thua, mua duhet. Ajo gjëja që më kënaq pastaj në fund fare është kur shoh që puna ime brandohet gjithandej dhe kur e shoh atë nga ideja në realizim
dhe më jep kënaqësi shumë të madhe. Kur shoh një logo që është branduar gjithandej edhe e kam bërë unë, më jep një kënaqësi që nuk di ta shpjegoj. Fantastike. Fatjona, mes kaq shumë projektesh, cili është ai që ke tani në duar? Tani kam shumë klientë që mirëmbajnë rrjetet sociale dhe kam një klient që po punojnë për logon dhe për website-in. Gjithashtu jam edhe in charge për një projekt shumë bukur, shumë të madh që po ndërtojmë tani. Është një miku jon, ai po ndërton një app, një aplikacion, është shqiptar dhe unë e vlerësoj shumë për atë, e mbështet shumë edhe unë jam in charge për krijimin e gjithë brandit edhe për pjesën e marketingut që ai po bën. Ai po bën një app quhet Thanex. Dhe që do të thotë, po, api bën, mbledh gjithë informacionin, bën rolin e një kamera, e kamerës të telefonit, por ne gjithë e dim që sa e vështirë është për të bërë scroll, për të gjetur një foto kur ty të duhet. E ka bërë për mua, pra. Për gjitha ne. Jemi duke lançuar edhe më pas shumë suksese. Faleminderit shumë. Suksese. Duke të dëgjuar, duke bërë kaq shumë gjëra një herësh, duke qenë në kaq shumë dimensione të tuat, a lodhesh ti? A të duke se po merr shumë për sipër? Lodhem shumë, ka ditë që janë shumë të ngarkuara për mua, por pasioni për atë që dua të bëj shumë i madh se lodhja. Ka ditë që unë dua të dorëzohem patjetër që them nuk e bëj dot. Do heq dorë nga diçka, por vazhdoj sepse besoj gjithmonë shumë te puna edhe te pasioni.